Ju ngjatjeta të nderuar, një shtet I vogël në sipërfaqe me pak banor, por gjigant në energji, ka marrë një vendim që mund të ndryshoj shumë lojra globale, mund të ndryshoj nivelin e jetesës në Evropë, çmimin e bukës në kontinentin e Evropës dhe Gjetio, stabilitetin e ekonomive globale dhe vetë rendin botëror të deri tanishëm. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dalë nga OPEC. Ky vendim nuk është vendim vetëm teknik e politik I një shteti antar I OPEC-ut, por është një akt rebelimi kundër një rendi 60 vjeçar të organizatës së OPEC, e cila ka përcaktuar jo vetëm çmimet e energjisë globale, por ka interferuar edhe në ekonomitë e vendeve prodhuese të naftës dhe vendeve blerëse të naftës. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë shokuar vendet e rajonit dhe vendet antare të OPEC-ut. Sepse kur një shtet I gjirit arabik del nga OPEC-u, nuk është ai që largohet nga kjo organizat, por organizata fillon të largohet nga historia e saj. Në këtë video pra, do të mundohem të analizoj tërheqjen e Emirateve të Bashkuara Arabe nga OPEC-u si një ngjarje me implikime të thella në ekonominë politike ndërkombëtare dhe në arkitekturën e rendit energjetik global. Do me thonë, do të analizoj shkaqet ekonomike, rivalitetet rajonale midis shteteve prodhuese të naftës, ndikimet mbi çmimet e naftës dhe perceptimet e aktorëve kryesor, si SBA, Kina, Rusia dhe Turqia, por edhe do të mundohem në pika të shkurtra të shqyrtoj në mënyrë kritike teoritë konspirative që lidhen me këtë zhvillim. Zhvillim I cili për nga pesha, rëndësia dhe rrezikshmëria është në rangun e rrezikshmërisë së mbylljes së ngushticës së Hormuzit, që nga themelimi I tij në vitin 1960, OPEC-u ka qenë një nga institucionet më të rëndësishme të koordinimit ndërkombëtar në sektorin e energjisë. Këto e dini të gjithë, ma mërmenja. Megjithatë, miq të nderuar, në dekadat e fundit, fuqia e OPEC-ut është sfiduar në 3 zhvillime madhore shumë të rëndësishme. 1. Rritja e prodhimit jashtë OPEC-ut, prodhimit të naftës, të energjisë, sidomos e SBA-ve. 2. Fragmentimi, përçarja, ndarja dhe kacafytja e interesave të brendshme të vendeve antare të OPEC-ut dhe natyrisht më kryesorja, tranzicioni drejt energjive të reja, ku disa shtete të fuqishme kanë filluar të gjejnë, mbase kanë gjetur dhe kanë filluar të prodhojnë energji nga resurse të tjera përveç naftës. Së këndejmi mendoj, tërheqja e Emirateve të Bashkuara Arabe nga OPEC-u duhet pa edhe nga konteksti I zhvillimeve të 3 pikave të cilat sapo I përmenda. Kjo tërheqje përfaqëson një moment kritik që mund të shënoj kalimin nga një sistem I kontrolluar nga kartelet e OPEC-ut drejt një tregu më të liberalizuar dhe konkurrues, e për rezultat të kësaj mund të ndodhin tronditje dhe tërmete në sasin e prodhimit, të shitjes, të çmimeve dhe nga ndej
ndikuese në ekonomit e shumë vendeve të botës, si ato prodhuese të naftës, si ato që e blejnë naftën nga këto vende. Kush është ky shtet? Cili është ky shtet që e tronditi OPEC-un dhe botën me vendimin e saj? Për ata që nuk e din, në pika të shkurtëra, Emiratet e Bashkuara Arabe janë një shtet relativisht i ri, i krijuar në vitin 1971 si një federat e 7 emirateve, e 7 principatave, e 7 mini-shteteve nën kupollën e një shteti federal. Cilat janë ato? Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajmani, Kuwaini, Fujairah dhe Rasul Khaimah. Juridikisht dhe sipas kushtetutës, të gjitha këto emirate kanë fuqinë e njëjtë në presidencën e Emirateve të Bashkuara Arabe, por që fuqia ekonomike e këtyre vendeve, e këtyre emirateve, sidomos e Abu Dhabit dhe e Dubait, bën që vendimet më të ndjeshme të shtetit të Emirateve të bazohen në interesat e Abu Dhabit dhe Dubait. Që nga fillimi i krijimit si shtet, Emiratet janë ndërtuar mbi një model unik. Çfarë është ajo? Një monarki federale, ku çdo emirat e ka princin apo sundimtarin e vet, ndërsa pushteti qendror koordinohet nga këta emirë apo elita sunduese me rolin dominues të Abu Dhabit e pas Abu Dhabit me fuqi të Dubait. Nafta zbulohet në vitet 1950-1960 dhe pikërisht ky zbulim i naftës e transformon këtë territor nga një zonë e varfër shkretitore në një nga fuqitë më dinamike të botës. Sot, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë një GDP mbi 500 miliard dollar, duke u mbështetur jo vetëm në naftë, por edhe në financa, tregti globale, sidomos në aviacion dhe turizëm. Dubai, si një nga emiratet e Emirateve të Bashkuara Arabe, si që dim të gjithë, është bërë një qendër globale e biznesit dhe turizmit, ndërsa Abu Dhabi mbetet zemra energjetike e vendit përmes familjes El Nahyan, që e disponon kompanin kryesore të naftës ADNOC dhe të prodhimeve të naftës, vajrat dhe të tjera. Megjithatë, pikërisht kjo fuqi ekonomike dhe ky kapacitet i madh prodhues i naftës, Emiratet e Bashkuara Arabe fillojnë të krijojnë një tension të padëshiruar brenda OPEC-ut. Emiratet në fakt kanë investuar qindra miliarda dollar, diku midis 145-170 miliard dollar në infrastruktur për të rritur prodhimin e naftës, por është e kufizuar fuqia e saj prodhuese nga kuotat e kartelit të OPEC-ut. Dhe pikërisht ky është momenti kryesor që Emiratet fillojnë të mendojnë të gjejnë shtekdalje për të liruar, hipotetikisht po them, simbolikisht po them, nga parangat të cilat i ja vendos OPEC-u vendeve antare aty e natyrisht në rastin konkret Emirateve të Bashkuara Arabe. Dhe këto fillon historia për të cilën po flasim. Një shtet që nuk pranon më kufizime kolektive dhe që kërkon të veproj sipas interesit të vet strategjik. Duke dal pak nga tema,
fisni krim i temës me një informacion që ma mërmenja shumica nga jo nuk e din. Po e shfrytëzoj momentin, shumë shkurt nëse më lejoni. Në vitin 2000, pas përfundimit të luftës, me njëherë pas përfundimit të luftës, pasi e dërzoj uniformën e UÇK-s tek zyrtarët e UÇK-s, shkoj në Dubai unë si drejtor i departamentit për kulturë dhe marrëdhënie me jashtë në qendrën kulturore Gjum al-Majid Center for Culture and Heritage. Një qendër kulturore, jo në kuptimin e qendrës kulturore tek ne në Kosovë, por një gjigant që kishte në dispozicion $100 miliona, që ishte bërë dritarja kulturore, arsimore, shkencore e Emirateve në raport me vendet e rajonit dhe ishte bërë pa pik dyshimi në pullazi kulturor, shkencor, hulumtues teknologjik më i madhe në lindjen e mesme. Kjo qendër kulturore për kultur dhe thesar, Gjum al-Majid, i ka pas atë bot 4 departamente, njërin nga këto 4 departamente pa ta pas fatin dhe përgjegjësin as pak të lehtë që ta udhëheqë. Gjatë kësaj kohe kemi bërë marrëveshje bilaterale me institute dhe institucione të njohura në botë, mbase edhe në marrëveshjen që e bën kjo qendër kulturore me Bibliotekën e Kongresit në SHBA, në nënshkrimi i marrëveshjes së raporteve bilaterale është aty në nënshkrimi im i Mustaf Bajramit, më lejoni të flas me këtë gjuhë. Gjatë kësaj kohe jemi munduar që të krijojmë dhe të lidhim marrëveshje edhe me institucione dhe institute relevante të Kosovës, me Bashkësinë Islame të Kosovës, me bibliotekën e tanishme që është biblioteka kryesore e Kosovës, biblioteka kombëtare mdoket, quhet se i ka ndruar disa emna, ku atë botë pa të arrit që t'ia dërgoj bibliotekës në vlerë prej $30.000 një mori librash me rëndësi të madhe dhe është lidh një marrëveshje mes Bibliotekës Kombëtare të Kosovës dhe Emirateve atje në rrafshin e holumtimit, riparimit, ristrukturimit të mahtutateve apo dorëshkrimeve të vjetra që qendra jonë kulturore atje pati shpreh gatishmërinë që dorëshkrimet e vjetra në Kosovë ti riparoj me teknologjinë tepër të avancuar që ne e kishim atë botë në qendrën kulturore Gjum al-Majid. Gjatë kësaj kohe, kontaktet e Kosovës me Emiratet e Bashkuara Arabe fillojnë të sendërtohen hap pas hapi dhe në kohën kur Kosova po tentonte të hapte zyre jashtë vendit dhe kur UNMIK-u nuk lejonte hapjen e zyreve të Kosovës jashtë, për shkak se Ministria e Jashtme, përfaqësimi i jashtëm dhe mbrojtja ishte nën patronazhin e OKB-s të UNMIK-ut, Oda Ekonomike e Kosovës e gjen mënyrën për hapjen e zyrës së saj në xhirin persik, në xhirin arabik, me selinë e Emiratet e Bashkuara Arabe, më saktësisht në Dubai. Për shkak se isha atje dhe raportet e mia me kosovarët, me çarqet politike, diplomatike të Kosovës ishin në të pandërprera, konsekuente, kontinuele, unë emrohem, Oda Ekonomike e Kosovës më emron për përfaqësues të saj në Emiratet e Bashkuara Arabe në Dubai. Një vit më vonë emrohem për shef i zyrës
për investime nga jashtë e Ministrisë së Tregtisë pranë qeverisë së Kosovës. Në vitin 2006 emrohem për përfaqësues diplomatik i Kosovës për vendet e gjirit me qendër në Emiratet e Bashkuara Arabe. Gjatë këtyre 3 përfaqësimeve janë kry punë të ndjeshme, punë të mira, por nëse flasim me përqindje, 90% e tyre janë bërë nga raportet e mia personale që i pata krijuar që nga dita e parë e qëndrimit tim në Emiratet e Bashkuara Arabe me njerëz vendimmarrës të fort dhe të mëdhej në politikën e Emirateve të Bashkuara Arabe, në ekonominë e Emirateve të Bashkuara Arabe e nëpërmes atyre njerëzve krijimi i lidhjeve edhe me shumë lider, udhëheqës, president, kryeministra të botës, ku nëse nuk gaboj kam harruar ndonjë, kam zhvilluar takime me hiç më pak se 35 kryeministra dhe president të botës. Ose vizita që më organizoheshin nga miqet e mi emiratas, ose gjatë ardhjes së tyre në Emirate më aranjoheshin vizita për të folur për nevojat e Kosovës, për Kosovën, prezentimin e Kosovës dhe të ngjashme. Pas vitit 2008, kur shpallet pavarësia e Kosovës, pastaj Kosova fillon të hap zyret e saj diplomatike si konsulata, pastaj ambasada, dhe unë në vitin 2010 më pastaj kthehem në Kosovë për ta vazhduar jetën time këto deri në ditët e tanishme. Pas një rrugtimi tim 27 vjet në botë, nisur nga Egjipti e përfunduar në Dubai, Turqi dhe vendet të tjera si për studime, si për biznes dhe të ngjashme. Nga viti 2010 më tani jam në Kosovë. Ajo taktika kosovare për të i kaluar pengesat e unmikut i pati bërë disa udhëheqës edhe të odës ekonomike, me emna këtu nuk përdu me fol, me i qitën do të palara të cilat bëhen në raport me mu dhe me Emiratet e Bashkuara Arabe, natyrisht pas zotit Kastrati, atë botë kur jam emruar unë ka qenën Kastrati, kryetari i odës ekonomike, ndërsa nën kryetare e odës ekonomike të Kosovës ka qenë zonja Zineta Daci. Atë botë më pastaj ndrohet udhëheqja aty dhe deri në ditët e sotshme nuk di ma se si ka shkuar. Shpresoj që oda ekonomike e Kosovës t'i ketë ruajtur atë komunikim me e-maila, ato letërkëmbim, informacione që vazhdimisht une e kam informuar odën ekonomike të Kosovës, kryeministrin e atëhershëm të Kosovës, kryeministrat e tjerë të më pastajshëm, dhe ato dokumentacione shpresoj të jenë ruajtur dhe janë dikon në arkivat e odës ekonomike dhe të qeverisë e presidencës së Kosovës. Një ndër të arriturat e mia personale, jo si përfaqësues i odës ekonomike apo diplomatik i Kosovës, pata arrin që ta bindi qeverinë e Emirateve të Bashkuara Arabe ta njohin travel dokument të Kosovës, që e kemi pas luftës atëhere, ku nuk kemi pas të drejtë të udhëtojmë në shumë vendet të botës, le që mas ju bo dhe pashaporta s'kemi pas të drejtë, por me travel dokument ka qenë numri shumë i shteteve që kam pranuar hyrjen e kosovarëve shumë i reduktum. Një ndër shtetet që me ligj e ka të ndaluar
hyrjen e qytetarëve të huaj me travel dokument është edhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Emiratet pa të mbër istithna për jashtim për hir të Kosovës që i pranojnë ato dokumente dhe është zhvilluar pastaj një biznes, një raport i ngjeshur midis Kosovës, kosovarëve dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Është punuar shumë në aranximin e takimeve të cilat janë bërë midis kosovarëve dhe niveleve të larta politike dhe biznesore të Emirateve, të cilat unë me ndihmën e Zotit dhe mbështetjen e Emiratasve, miqve të mi atje, janë realizuar. Pastaj Emiratasët kanë ndihmuar shumë në aranximin e takimeve të kosovarëve, liderëve politik, klasës politike kosovare me qarqe të ndryshme dhe me shtete të ndryshme të botës. Pa ta shkuar deri atje sa Zavendës kryeministrin e Kosovës, të cilët e pata pas musafir, të cilët i pata organizuar takime të niveleve bilaterale në Emiratet e Bashkuara Arabe, ta zhvilloja edhe ta përgatitja një takim edhe me sekretaren e shtetit të SBA atëherë Condoleezza Rice, por për shkaqe teknike nuk u realizuar në rrugë u dasht me u kthye, për shkak se ajo po udhëtonte në një shtet tjetër në mënyrë urgjente. Takimet e tjera pastaj në Taiwan, në për vendet e ndryshme të Afrikës, mbase edhe takimin e parë të nivelit presidencial të Kosovës me antarin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që atë bot ishte Katari. Pra, janë bërë disa punë mbi të cilat pastaj në vitin 2008, kur shpallet pavarësia e Kosovës dhe Emiratet e Bashkuara Arabe e njohin Kosovën ndër shtetet e para, unë në ato momente kam qenë në ambientet e Ministrisë së Jashtme të Emirateve, në zyren e ministrit të jashtëm, kur i dërgohet letër Kosovës dhe bëhet me dije Prishtina zyrtare se Emiratet e Bashkuara Arabe e njohin Kosovën si shtet të pavarur dhe disa shtetet të tjera për të cilat këto informacione i din ata të cilat janë në zyret dhe kanë qenë në zyret qeveritare të shtetit tonë. Po kthehem në temë për ta trajtuar një nga temat më të rëndësishme me peshë dhe implikime të rrezikshme në marrëdhënie ndërkombëtare, natyrisht që vije më një herë pas rrezikshmërisë dhe rëndësisë së mbylljes së ngushticës së Hormuzit. Çfarë do të thotë miq tërheqja e Emirateve të Bashkuara Arabe nga OPEC-u? Ky, thash në fillim, nuk është një vendim vetëm teknik për kuota nafte, por është një akt geopolitik me reflektime shumë interesante. Është një shpallje e autonomisë strategjike të Emirateve të Bashkuara Arabe e natyrisht konsiderohet edhe një goditje ndaj arkitekturës së vjetër të menaxhimit të naftës globale dhe të industrisë së naftës. Për dekada të nderuar, OPEC-u ishte një simbol i fuqisë kolektive të prodhuesve të naftës, ndërsa sot, me largimin e një prej prodhuesve më të rëndësishëm të gjirit, kjo organizat tani më ka hyrë në një krizë të re legitimiteti. Përse thëmë në një krizë të thellë legitimiteti, për shkak se tërheqja e Emirateve e ka peshën e vetë, natyrisht rrezikshmërinë e vetë, por mund të shkaktoj domino efekte që edhe vendet të tjera ta shqyrtojnë prezencën e tyre brenda OPEC-ut, sepse të veprojnë në një kohë ku liberalizmi
ekonomik është duke u përhapur dhe fuqizuar ditë e më shumë, sidomos pas ardhjes së Donald Trump në shtëpinë e bardhë, edhe shtetet të tjera mund ta shqyrtojnë sepse mundësia për të fituar më shumë është shumë më e madhe, sepse OPEC-u e përcakton kuotën e prodhimit, çmimin e naftës, ndërsa shtetet më të fuqishme brenda OPEC-ut dominojnë mbi interesat dhe ekonomitë e vendeve më pak të fuqishme brenda kësaj organizate që quhet OPEC. Në plan të parë, pra duket se arsyeja e tërheqjes së Emirateve është arsye ekonomike. Megjithatë, Emiratet kanë investuar për të rritur kapacitetin e tyre prodhues dhe nuk duan që të mbeten të kufizuara në kuotën e OPEC-ut. Abu Dhabi ka prodhuar rreth 3.4 milion fuqi naft në ditë. Pretendimet e Emirateve janë të shkojnë në 5 milion fuqi naft në ditë. Megjithatë, rregullat, kuota e OPEC-ut nuk e ka lejuar. Në thelb, kjo është edhe një përplasje midis Emirateve dhe Arabisë Saudite për kundër modelit saudit të udhëheqjes së xhirit dhe logjikës së vjetër, ku Riyadi zyrtar, Arabia Saudite, ka përcaktuar jo vetëm kuotën e prodhimit të naftës, por edhe ritmin e zhvillimit dhe çdo gjë tjetër që i është përshtatur pozicionit, fuqisë dhe interesave të Arabisë Saudite në raport me vendet e xhirit. Emiratet në fakt ka vite miq që ankohen se kufizimet që ja imponon OPEC-u nuk reflektojnë kapacitetin real prodhues të tyre. Emiratet me shifra zyrtare kanë investuar midis 145-160 miliard dollar në zhvillimin dhe avancimin e sektorit upstream të prodhimit të naftës për deri në vitin 2030, me synimin natyrisht që kapaciteti i prodhimit të naftës të shkojë nga tani afër 4 milion në 4 milion e gjys që ishte në vitin 2024 dhe në vitin 2027 të arri në 5 milion fuqi naft në ditë. Pra, problemi është se një shtet që ka investuar miliarda dollar për të prodhuar më shumë nuk po pranon dhe nuk pranoj të sillet sikur nuk po mund të prodhoj më shumë. OPEC-u kërkon disiplinë kolektive, ndërsa Emiratet kërkojnë liri prodhuese. Tjetra, OPEC-u kërkon çmime të larta përmes kufizimit të ofertës, Emiratet duan të shesin më shumë, të marrin pjesë më të madhe në tregun global të naftës dhe të monetizojnë rezervat para se tranzicioni energjetik të ul gradualisht peshën strategjike të naftës. Nuk dija e përmenda në fillim, në hyrje të kësaj video, se disa shtetet të botës kanë filluar të prodhojnë energji me diçka tjetër përveç naftës, me energji diellore, pastaj energjia me erë, pastaj nga thëngjilli si Kanada, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka tentativa në Brazil, në Afrikën Jugore, pastaj në Kinë dhe në disa vende të tjera. Pra, Emiratet para se të fillon që këtë tranzicion energjetik dhe ta ulë rëndësinë e naftës, dëshiron që
të jetë vendimarrëse vetë për naftën e vetë. Emiratet pra, nga çkjo perspektivë, kur e përmenda rastin e rivalitetit rajonal, në një sipërfaqe të dukshme, nga një perspektivë që shihet nga lart, kjo krizë është krizë energjetike përtej krizës politike të cilën e kanë, mosmarrveshjet politike të cilat i kanë Emiratet dhe Arabia Saudite. Në thellësi pra është krizë e një leadershipi brenda gjirit arabik. Tensionet midis Emirateve dhe Arabisë Saudite viteve të fundit kanë përfshije Jemenin, Sudanin, Somalin, konkurencën për kapital, ndikimin dhe bërjen e qendrës, shndrimin e qendrës unipolare brenda gjirit në multipolare, që vendimet brenda OPEC-ut dhe në rrafshe të tjera ekonomike, diplomatike dhe të gjithëmbashme të vendeve të gjirit të bëhen sipas interesave të vendeve të gjirit dhe jo vetëm sipas interesave të Arabisë Saudite. Pra, përderisa Arabia Saudite e sheh OPEC-un si një instrument i fuqisë së saj, Emiratet e shohin OPEC-un si një mekanizëm që po i kufizon ambicjet e Emirateve. Riyadi zyrtar dëshiron stabilitet, çmimesh e kontroll, Abu Dhabi dëshiron fleksibilitet, shpejtësi, tregje të reja dhe autonomi nga ndikimi i Arabisë Saudite. Me thonë kosovar që meq, Arabia Saudite ka qenë deri medaljen e Emirateve nga OPEC-u, ka qenë përcaktuesja e dinamikave ekonomike, diplomatike. Ju kujtohet rasti i Katarit, një afrim i madh me Turqinë, me vullnetin dhe insistimin e Arabisë Saudite, Katarit i vnohet një embargo që po mos ta kishte fuqinë ekonomike, njerëzit do të binin në gjendje siç kanë rënë banorët e Jemenit. Banorët e Jemenit, ku në vitin 2023, OKB-ja, Organizata e Kombeve të Bashkuara, e pati shpallur krizën humanitare më të madhe të shekullit. Si rezultat i luftave të brendshme, por ato lufta janë rezultat në fakt i interferimeve të Arabisë Saudite, sidomos të Emirateve dhe të Iranit brenda politikës së Jemenit. Deri në ato momente, në ato nivele patshkue konflikti apo mosmarrveshja midis Emirateve dhe Saudisë në raport me Jemenin, sa që ka pas qarqe të cilat kanë folë për një kërcënim ushtarak të Arabisë Saudite ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe. Dhe e detyrojnë, pastaj Saudia e detyron Emiratet të tërhiqet nga Jemeni. Njëjtë kështu ka ndodhur dhe është duke ndodhur edhe në raport me interferimet e Emirateve të Bashkuara të Arabe në Somali, në Somaliland, në Sudanin Jugor dhe në luftën e brendshme qytetare të Sudanit, ku një ndër përfituesit më të mëdhej nga ari i Sudanit, që mirët aty si prej bashkës së babës, janë pikërisht Emiratet e Bashkuara Arabe. Një pyetje hipotetike, të cilën e kam përmendur edhe në statusin lajmërues në murin tim në Facebook. A ka gisht Shëbaja dhe Izraeli? Shiqoni miq, Shëbaja ka interes qartë që OPEC-u tani të dobësohet. Përderisa deri më tani
deri para do viteve, ku ka pas një rend global dhe janë udhëheq disa politika më ndryshe në botën e globalizmit, viteve të fundit, me paraqitjen e frymës, frymë kjo e cila e sjell Trumpin në shtëpinë e bardhë dhe ku bëhet tani më fragmentimi, liberalizmi, apo shikimi në interesa vetanake të shteteve të fuqishme, më shumë se sa shikimi në rregullat dhe ligjet ndërkombëtare, tani në këtë kohë OPEC-u i fort shkon në disfavor të shteteve të bashkuara të Amerikës. Sepse për shëban një OPEC më i dobët dënë të thëtë më pak kontrol mbi çmimet e naftës, më falni, dhe potencialisht më shumë ofertë globale. E që atë ofertë do ta mboshte natyrisht fuqia ekonomike, energjetike e shteteve të bashkuara të Amerikës. Vendimin e Emirateve të Bashkuara Arabe, për çuditjen e shumë vendeve, e shumë analizëve, por jo edhe për çuditjen time, e mirëpret presidenti amerikan Donald Trump, duke e cilësuar si pozitiv për uljen e çmimeve të naftës dhe gazit dhe për dhënien e mundësisë edhe më të madhe të SBA-ve që të futet në tregjet globale të naftës dhe të imponoj shteteve të ndryshme, të shumta dhjetra shteteve, shitjen e naftës dhe të gazit të vet, që është prodhuar aty dhe që e ka deponuar për vite të tëra nga vendet arabe, e tani edhe nga Venezuela, megjithëse që nafta e Venezuelës, nxjerrja e një barele të naftës kushton që aty rreth $70, $65-70 derisa del në shitje, që i bjen në nivelin e çmimit normal të një barele të naftës në botë, dhe kjo lufta e Iranit pas, mos flas konspiracione, po mund të jetë nisur për arsyeën kryesore të ngritjes së çmimit të naftës në botë, në mënyrë që naftën që është e miel tash, Amerika nga Venezuela që i kushton $65-70 prodhimi i saj, ta shet 80-90-100 në mënyrë që të jetë diçka një farë fitimi aty. Të gjitha këto pra ndërlidhen edhe me konceptin amerikan se një OPEC i fort deri para do vite ka qenë në interesin e SBA-ve, ndërsa në vitet e fundit është interes i SBA-ve një OPEC i dobët. Andaj edhe dje në telefonatën që e ka pas Trump me Putin, përveç të tjerave, ku Rusia, jo me fjalë kërcënuese, por e thet botnisht i thet Trumpit se une jam pas Iranit dhe Irani është pjesë e interesave strategjike të Rusisë, më lejoni që të rregulloj punën me iranianët, që mos të ketë luftë aty. Në përgjatë kësaj bisede telefonike folet edhe për daljen e Emirateve nga OPEC-u, ku Trump i thot Putinit se ne e kemi përshëndetur daljen e Abu Dhabit zyrtar nga OPEC-u. Dhe kush fiton e kush humb do ta përmendi në minutat në vazhdim. Ku është Rusia këto? Megjithatë, miq, nuk ka prova publike serioze, ju e dini, videot e mia nuk mundohem mi bo me tone, zotin e ruq, nuk më, po tentoj mos me pas tone konspirative, në asnjë mënyrë, nuk ka prova publike serioze se SBA-t kanë urdhëruar, apo organizuar, apo imponuar daljen e Emirateve. Më e sakta që mund të thuhet për momentin është se SBA-ja përfiton nga ky vendim i
e Abu Dhabit zyrtar mund të ketë inkurajuar politikisht, por nuk ka dëshmi të verifikueshme se është dirigjuar nga Washingtoni dalja e Abu Dhabit zyrtar nga OPEC-u. Po Izraeli a ka gjesht, edhe kjo është një çështje delikate për me e njoft saktësinë e përgjigjes në këtë pyetje. Ajo që dihet miq është se Emiratet kanë marrëdhënie të mira, të normalizuara për te marrëdhënieve të gjitha vendeve arabe me Izraelin. Natyrisht e arritur ky nivel nëpërmes marrëveshjes së Abrahamit dhe që kanë zhvilluar një bashkëpunim ekonomik, teknologjik të sigurisë me Tel Avivin zyrtar. Disa analiza e lidhin daljen e Emirateve nga OPEC-u me rreshtimin më të afërt, më të thellë dhe më të gjerë të Emirateve me boshtin Sheba-Izrael në luftën e tyre kundër Iranit dhe natyrisht kundër strukturave tradicionale deri tanishme të vendeve arabe të Gjirit. Politika e jashtme e Emirateve ditë e më shumë po largohet nga ajo e Arabisë Saudite dhe Abu Dhabi zyrtar kërkon që vendet e Gjirit të mbajnë qëndrim më të fortë ndaj Teheranit. Bile ka pas paralajmërime se Emiratet do të kyçen në luftë frontale krah Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Megjithatë, edhe në këtë rast, në rastin e Izraelit, nuk ka prova se Izraeli e ka projektuar daljen e Emirateve nga OPEC-u. Izraeli mund të përfitojë strategjikisht nga dobësimi i OPEC-ut, siç përfiton edhe Shebaja dhe pikërisht për shkak se përfiton edhe Shebaja nga dobësimi i koordinimit arabo-energjetik, përfiton Izraeli dhe nga afrimi i Emirateve me kampin perëndimor. Tani në luftë kundër Iranit dhe si marrëveshje e Abrahamit në projektet e tjera të cilat janë në interes të Shebave dhe Izraelit e shumë herë në disfavor të vendeve arabe. Teoria më e besueshme për mua, për sa e kam përcjell këtë situatë, a punën e daljes nga OPEC, unë e dije që nga koha kur kam qenë në Dubai, e shpjegova pak më lart. Teoria më e besueshme për mua është se Izraeli nuk është domosdoshmërisht arkitekti, por është pjesë e klimës strategjike, ku Emiratet e shohin veten më afër Shebas Izraelit dhe tregjeve globale se sa mekanizmave tradicional arab. Nëse shkohet kështu, leximi jem paraprak, nëse shkohet kështu dhe bazuar në ato që unë e kam pa në Emirate dhe shihet vazhdimisht në Emirate, ato zhvillime, ato kompleksitete kulturash, ajo frym e çuditshme brenda Emirateve, Abu Dhabit dhe Dubajit sidomos, unë e shoh se në të ardhmen Emiratet e Bashkuara Arabe do të jenë një vend, ta quaj, problematik për kulturën, traditën dhe jetën e gjithëmbarshme në vendet arabe të Gjirit arabik. E dini se Emiratet kanë pas probleme serioze edhe me Turqinë, sa shefi i sigurisë kombëtare i dikurshëm i palestinezëve që jeton në Emiratet e Bashkuara Arabe u pati involvuar në disa rrjedha të cilat brenda Turqisë, të cilat miti i Turqisë i pat klasifikuar si aktivitete terroriste që prekin thellë interesat
strategjike dhe kombëtare të Republikës së Turqisë. Teoritë konspirative, shka thojnë në lidhje me rastin? E para, thot se SBA e nxori Emiratet e Bashkuara nga OPEC për të goditur Arabinë Saudite për shkak të qëndrimeve të saj të fundit e hidhruar me SBA-n, se SBA-ja nuk arriti t'i plotësoj obligimet e veta në mbrojtje të Saudisë dhe vendeve arabe nga sulmet iraniane. Por kjo teori është e paprovuar dhe është larg realitetit. Teoria e dytë në botën e konspiracionit flet se Izraeli e shtyu Abu Dhabin që ta thyej boshtin arab të naftës. Megjithatë, kjo është shumë duket një interpretim ideologjik se sa një fakt që mund të buroj nga analizimi i raporteve strategjike që ndodhen në vendet arabe të gjirit dhe në lindjen e mesme. Po, Izraeli mund të jetë përfitues indirekt, sepse çdo dobësim i solidaritetit arab dhe i koordinimit energjetik midis arabëve e favorizon dhe e fuqizon rolin e Izraelit në lindjen e mesme. Por, përsa kam hulumtue burime të verifikuara, nuk ka prova për që dëshmojnë për ndonjë ndërhyrje direkte të Izraelit në vendimin e Emirateve. Ekziston edhe një teori tjetër se Emiratet po përgatiten për një rend të ri global pas OPEC-ut. Në synin tem, kjo është teoria më e fortë. Emiratet po sillen tani si shtet post OPEC. Diversifikim ekonomik, investime në teknologji, dëgjoni miqa, investime të mëdha në teknologji, konkurencë e Arabisë Saudite, financa të pa imagjinueshme në bankat dhe kompanitë financiare emiratase, po ka investime të pa imagjinueshme në inteligjencën artificiale, në energji të rinovueshme dhe në naftë më konkurruese. Pra, vendimi vjen pas paknacive të hapura, që janë shpreh në mënyrë botërisht me kufizimet e prodhimit dhe pas investimeve të mëdha, që i ka bo afër $160 miliard Emiratet për të rritur kapacitetet e prodhimit nga 3 në 5 milion fuqi në ditë deri në vitin 2027. Çfarë janë impaktet? Çfarë janë rezultatet, impaktet në nivel global? Në afat shkurt, mendoj se ndikimi mund të jetë i kufizuar, edhe për shkak të krizës së ngushticës së Hormuzit, por në staza të gjata, OPEC-u e humb një prodhues me kapacitet të madh, i cili po kërkon që të rrit nivelin kuotën e prodhimit të naftës në mënyrë që të bie çmimi i naftës, do të ndikoj në fakt në rënjen e çmimit të naftës dhe kjo do pëson fuqinë e OPEC-ut për ta kontrolluar tregun. Nëse Emiratet rrisin prodhimin pas normalizimit të transportit si rezultat i mbylljes së ngushticës së Hormuzit, çmimet e naftës në nivel global mund të bien, por nëse Arabia Saudite përgjigjet me rritje të prodhimit për të mbrojtur pjesën e saj të tregut, mund të hapet një luftë çmimesh e më pastaj edhe një luftë eventuale midis Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite. Më falni.
Co minuti. Jo, që e vazhdoj të. Co minuti, e plejna. Cilët janë humësit dhe fituesit e këti akti veprimit të Emirateve të Bashkuara Arabe? Fituesit potencial janë konsumatorët global, janë shëbaja, janë ekonomit importuese të energjisë, janë tregjet aziatike dhe natyrisht vetë Emiratet e Bashkuara Arabe nëse arrin të shesin më shumë pa e rrëzuar çmimin e naftës, pa u rrëzuar shumë çmimi i naftës. Humësit potencial janë OPEC-u, Arabia Saudite, Rusia brenda OPEC-ut, se Rusia është brenda OPEC-ut, OPEC Plus, dhe shtetet prodhuese që varen nga çmimet të larta për të balancuar buxhetet e tyre. Dalja e Emirateve të Bashkuara e komplikon aftësinë e OPEC Plusut për të balancuar tregun, sepse grupi kontrollon më pak tregun global më pastaj. Po Arabia Saudite, çfarë do të bëhet? Për javën, ky veprim i Emirateve është një goditje edhe simbolike edhe strategjike. Arabia Saudite nuk humb vetëm një partner prodhues, një mik, një fqi me traditë shekullore të njëjtë. Ajo humb edhe një pjesë të autoritetit të saj, si qendër e disiplinës mbi vendet arabe të tjera më të vogla të gjirit sesa Arabia Saudite. Nëse Emiratet e Bashkuara Arabe e bëjnë këtë punë, dalin dhe kanë sukses në strategjinë e tyre, edhe shumë shtetet të tjera mund të fillojnë të pyesin pse të qëndrojnë brenda një sistemi të OPEC-ut dhe të sakrifikojnë interesin e tyre kombëtar për disiplinë kolektive në vend se të dalin dhe të përcaktojnë interesat e tyre. Pra miq, tërheqja e Emirateve të Bashkuara Arabe nga OPEC-u është një akt i tredimensional. Është ekonomik, është geopolitik edhe është civilizues. Ekonomik, sepse Abu Dhabi dëshiron të shes më shumë naftë, geopolitik, sepse po distancohet nga hegemonia saudite në gjirin arabik, dhe civilizues, qytetnor, sepse tregon se shtetet e reja të gjirit nuk duan të jenë më vetëm pompa nafte dhe dele në kopen që eruan qobani i Arabi Saudite, por dëshirojnë të jenë qendra financiare, teknologjike, ushtarake dhe diplomatike, të vendosin për vetveten vetë dhe të vendosin jashtë kufive të tyre sipas interesave të tyre. Kështu, Emiratet e Bashkuara Arabe nuk po e braktisin OPEC-un, sepse u lodhen nga nafta, nga shitja apo mos shitja e naftës, por e braktisin sepse e kanë kuptuar se në shekullin 21 fuqia nuk matet më vetëm me sa naftë ke në tokën tënde, por me sa liri ke për ta përdorë atë në tavolinën globale të pushtetit dhe marrëveshjeve të reja në një botë e cila e vjetra ka vdekur dhe e reja ka lind, por që ende nuk e ka marrë formën e saj të përfundimtare. Kështu, miq, duke dashur me e përfundue këtë, fituesit kryesor nga ky vendim i Emirateve janë vendet importuese, Evropa, Azia, ekonomit industriale, konsumatorët e ndryshëm global. Humësit kryesor janë ekonomi që varen nga çmimi i lartë i naftës, Saudia, Arabia Saudite, Iraku, Nigeria dhe vendet të tjera,
dërsa Emiratet mund të fitojnë vetëm nëse e rrisin prodhimin dhe kompenzojnë çmimin me volumin e tyre. Si përfundim i gjithë kësaj, ekonomia globale mund të përfitojë, por disa shtete prodhuese mund të dobësohen. Ndër shtetet që do të dëmtohen më së shumti është Rusia, për shkak se do të bie çmimi i naftës dhe do të tenton Putini të krijojë raporte më specifike me Arabinë Saudite. Me Venezuelën e ka humbë peshën matja, se është ras Amerika aty, me Arabinë Saudite, andaj edhe po e mbështet tash fuqishëm nga dje, doli botnisht edhe Iranin, që me këto dy shtete tamam nën kontroll çmimin për të mos u dëmtuar Rusia nga zbritja e çmimit të naftës, a nga dita e fillimit të luftës Rusia thuajse i ka rikuperuar të gjitha humbjet ekonomike që i ka pas nga lufta në Ukrainë. Kina në anën tjetër do të jetë një përfituese në heshtje, sepse do të mundohet që të interferoj me strategjitë e saja paqësore, si që quan, por gjithnjë me synime ekonomike në Emirate, në Arabinë Saudite dhe vendet e tjera të gjirit. Pra sa herë që zbret çmimi i naftës apo ka konflikte brenda antarëve të OPEC-ut, përfiton Kina nga zbritjet eventuale të çmimeve dhe natyrisht Turqia, me që e përmena, si një importuese e rëndësishme në botë e energjisë dhe si një lojtar gjeopolitik, do të përfitoj nga çmimet më të ulta, nga dobësimi i OPEC-ut, nga fleksibiliteti në furnizim dhe natyrisht nga mundësia për të luajtur një rol ndërmjetësues, që është roli kryesor i Turqisë në 25 vjetët e fundit, një rol ndërmjetësues mes vendeve të gjirit, Rusisë, Azisë. Tek e fundit e dim të gjithë se Turqia në raporte me këto politika zhvillon një strategji pragmatike, cila është ajo, përfiton ekonomikisht dhe rrit manovrën gjeopolitike, sidomos së fundmi me avancimet enorme të industrisë luftarake. Dhe për fund të fundit, nuk është Emiratja ajo që po del nga OPEC-u, por është vetë OPEC-u që po del nga historia, sepse bota e re më nuk kontrollohet nga marrëveshje të mbyllura, por nga konkurenca e hapur dhe interesi brutal, kombëtar dhe nga interesat e fuqive që po e ndajnë botën. Deri në orën 21, kur do të jemi live për politikat vendore, mirëmbëjtje, natën e mirë.